Vendimi i presidentit Bajram Begaj për dekretimin e datës 9 nëntor për mbajtjen e zgjedhjeve të pjesshme lokale për 6 bashkitë pa kryetar, përfshirë edhe Tiranën, ka vënë në lëvizje Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Në këtë kuadër është hedhur për konsultim në Komisionin Rregullator edhe drafti me afatet për regjistrimin e partive, koalicioneve, kandidatëve apo edhe të vëzhguesve për këto zgjedhje. Drafti parashikon që subjektet politike të kenë afat deri më 11 tetor për paraqitjen e dokumentacioneve për regjistrimin e tyre në zgjedhje, ndërkohë brenda 5 ditëve vijuese do të duhet të regjistrohen koalicionet garuese. Drafti detyron gjendjen civile që deri në 6 tetor të hartojë listat e zgjedhësve, të cilat brenda 48 orëve nga hartimi duhet të publikohen. Ndërkohë, deri më 7 tetor, partitë kanë afat të çojnë propozimet e tyre për përbërjen e KZAZ-ve, që duhet miratuar deri më datë 10 tetor. Antarët e komisionet të qendrave të votimit duhet të paraqiten deri në datë 20, ndërsa përbërjen e grupeve të numërimit jo më vonë se data 28 tetor. Një tjetër parashikim është ai i paraqitjes së kërkesave për akreditim të vëzhguesve shqiptar, e jo më vonë se 6 nëntori për të huajt.